Epizodi i 13, sezoni 6, podcasti Flasim, dhe fillojmë flasim me shënimet e javës. Më së pari uroj gëzuar Pashkët. Gëzuar Pashkët besimtarëve katolik, atyre ortodoks, por gëzuar Pashkët dhe të gjithë shqiptarëve, sepse bekimi i Shqipërisë është që qofshin Krishtlindje, e qoftë Bajram, qofshin Pashk, e qoftë Sultan Novruzi, ka një atmosferë të përgjithshme, dëshire për të përjetuar së bashku festën e një komuniteti tjetër besimi. Gëzuar pra. Jemi përfshirë në një proces, në një fushat brendshme në Partinë Socialiste për të zgjedhur ata që do të jenë drejtuesit e organizatave tona në të gjithë territorin e Shqipërisë, që nga niveli i qendrës votimit në nivelin e njësisë administrative dhe në nivelin e bashkisë. Por në ndërkohë, kjo ka rëndësi për këto shënime, sepse nuk është thjesht një fushat e brendshme organizimi dhe energjizimi, por është edhe një fushat komunikimi mes nesh dhe të gjithë atyre që na mbështesin, që na besojnë, apo që kanë dëshirë dhe nevojë të na dëgjojnë dhe që t'i dëgjojmë. Pasi jetojmë në një kohë kur bëhet gjithmonë më e vështirë për të mësuar të vërtetën, apo për të marrë informacionin e drejt për drejt lidhur me një fakt që të intereson. E kundërta ndodh, je me njëherë i përmbytur nga gjysmë të vërteta, që janë dhe gënjeshtrat më të mëdha, nga gënjeshtra safi, kur i thon fjalës, nga sajesa e fabrikime dhe nga komente gjithfarësh që në fund të ditës më shumë e mjegullojnë se sa ndihmojnë në kërkimin e të vërtetës. Dhe thuhen nga të tëra, dëgjohen nga të tëra, por ajo që është më shqetësuesja për sa më takon dhe për sa na takon, është se nuk flitet dhe nuk komunikohet e nuk diskutohet për punët e Shqipërisë. Po përkundrazi, punët e Shqipërisë identifikohen vetëm me një luftë mizerabël politike dhe me një përpjekje të vazhdueshme të kujdo që është në anën e kundërt me ne që qeverisim Shqipërinë, për të bërë çmos që punët e Shqipërisë të mbulohen me ziftin e dëshpërimit tyre, me baltën e të gjithë urrëties, mllefit, inateve të tyre. Shqipëria ka probleme, patjetër, ne kemi shumë punë për të bërë, padyshim, jo çdo punë e kemi bërë si duhet dhe sa duhet, kjo nuk ka diskutim, por ama Shqipëria punon dhe punët e Shqipërisë në tërësi janë në vijë. Ashtu sikundër, dhe e mbyll këtë shënim, është në vijë procesi më i rëndësishëm historik i antarësimit në Bashkimin Evropian, me negociatat që vazhdojnë dhe në ndërkohë që gjithë sa thash, kur vjen puna dhe negociatat, lidhet me gënjeshtrën e madhe se ato janë bllokuar, ato janë ndaluar, ato janë penguar për arsyet e mos arsyes së të gjithë atyre që synojnë ta pengojnë Shqipërinë për në fakt të luftuar qeverinë. E vërteta e thjesht është se kjo punë e madhe e Shqipërisë vazhdon për ditë e për ditë e për ditë, dhe së shpejti përsëri, siç kemi pasur në procesin e hapjes kapitujve, do të kemi lajme shumë të mira për të gjithë.
Kjo javë ka qenë java e punës edhe për një program të ri që qeveria shqiptare do të bëjë së shpejti të disponueshëm për të gjithë interesuarit. Programi dyfisho ndërmarrjen tënde. Një program i bazuar tek bashkëpunimi mes Qeverisë së Shqipërisë, Bankës së Shqipërisë dhe bankave të nivelit dytë për të hapur një linjë të re kredie dhe për të vendosur instrumenta të rinj garancish për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që e kanë krijuar një bazë, që kanë një vizion rritje, që kanë ambicien dhe vullnetin për të rritur, por që kanë pikërisht pamundësinë për ta mbështetur vizionin dhe ambicien e tyre me kapital të mjaftueshëm dhe akses në financë. Pikërisht këtë po bën qeveria me Bankën e Shqipërisë dhe me bankat e nivelit dytë. Kemi pasur një takim shumë të dobishëm pak ditë më parë gjatë javës që lan pas dhe kemi dakordsuar që brenda një muaji, pra në fillim të muajit maj, do të bëjmë edhe shpalljen e programit me firmosjen ceremoniale të gjitha marrëveshjeve të nevojshme për t'i vënë në dispozicion të gjithë atyre që duan të rriten një garanci dhe një financë që të çojë në dyfishimin e ndërmarrjes së tyre. Këtë javë kemi miratuar dhe aktin e premtuar normativ për uljen e akcizës së naftës në momentin kur nafta si pasojë e impaktit të luftës mbi tregjet ndërkombëtare të kalojë limitin e 220 lekëve. Pra, ulja e akcizës me 20% është një masë që hyn në fuqi me njëherë kur çmimi i naftës kalon 220 lekë për litër dhe ai benzinës 200 lekë për litër. Këto pragje janë paracaktuar për të garantuar një ndërhyrje të drejtë dhe të balancuar në raport me zhvillimet e tregut, të cilat janë zhvillime që ne nuk i kemi në dorë, nuk jemi shkaktar të tyre dhe nuk kemi as fuqinë që t'i ndalojmë, përveç se kemi detyrimin që t'i trajtojmë në funksion të amortizimit të goditjes së menjëhershme mbi konsumatorët, pa cënuar nga ana tjetër stabilitetin e financave publike në një kohë kur pasiguria në tregjet ndërkombëtare mbetet e lartë dhe po aq edhe dinamike. Masa do të mbetet në fuqi deri në stabilizimin e plotë të situatës ndërkombëtare, ndërsa bordi i transparencës që është vënë në lëvizje do të mbetet garant i çdo zhvillimi në tregjet globale për të reflektuar menjëherë në mënyrë të drejtë dhe të verifikueshme atë çka duhet ndodh në tregun vendas. Ky është një reagim i duhur, i matur, në kohë, që garanton vendimmarrje të shpejta, që mishuron përgjegjësi të plotë dhe që do të bëjë të mundur që qytetarët, drejtuesit automjeteve, të mos abuzohen nga distributorët e naftës. Masat për të gjithë ata që do të shkelin çmimin e përcaktuar nga bordi i transparencës në bazë të tregjeve do të jenë drastike. Këtë javë është miratuar edhe skema kombëtare mbështetëse për fermerët për vitin 2026, e cila u ndërtua mbi konsultime intensive të drejtë për drejta në të gjitha qarqet me fermerët dhe është orientuar prej tyre. Për këtë arsye skema rrit ndjeshëm mbështetjen për fermerët jo thjesht në aspektin e volumit financiar, por edhe në aspektin e lehtësimit kushteve për ta përfituar atë që çdo fermeri i takon nga skema dhe njëkohësisht
duke financuar në ato drejtime prioritare që garantojnë më shumë produktivitet dhe fuqizim më të mirë të zinxhirit vlerës. Për herë të parë, përfshihen në skemë forma mbështetje të cilat nuk kanë qenë të përdorura deri më sot, ndërsa një tjetër risi është nxitja e praktikave të qëndrueshme në bujqësi përmes mbështetjes së metodave biologjike dhe afrimit me standardet europiane. Një fokus i veçantë i skemës janë edhe fermerët e rinj, për cilët është parashikuar një fond i konsiderueshëm që mbështet investimet e tyre, dhe nga ana tjetër skema në tërësi forcon prodhimin vendas, sepse ky është një synim parsor, rrit konkurrueshmërinë duke krijuar më shumë mundësi dhe akses, dhe sigurisht që inkurajon për afrimin me standardet europiane. Kjo javë është karakterizuar edhe nga një tjetër bilanc i inkurajues, rritja e të ardhurave buxhetore në një nivel absolutisht historik. Një tregues i rëndësishëm i fazës ku ndodhet sot ekonomia shqiptare, një pasqyrë kuptim plot e fuqizimit të saj, në të kundërt të të gjithë atyre që predikojnë rritjen e korrupsionit dhe rritjen e abuzimit, ekonomia provon se rritet pikërisht sepse ulet korrupsioni dhe ulen abuzimet, sepse këto të dyja bashkë nuk shkojnë për ndryshe. Dhe të ardhurat që kanë arritur në nivele të reja janë pikërisht rezultat i një administrimi shumë më efikas, me shumë më pak pikërisht korrupsion dhe abuzim, një karakteristik e sëmundjes së rëndë të trashëguar nga e shkuara, të cilën e kemi luftuar dhe do të vazhdojmë ta luftojmë ditë për ditë. Sipas projeksioneve, në periudhën që kalojmë, pritet të mblidhen mbi 1 miliard euro të ardhura shtesë, dhe jo nga rritja e taksave, sepse nuk kemi bërë rritje taksave, por nga rritja e ekonomisë dhe patjetër dhe rritja e cilësisë së administrimit tatimor dhe doganor, rritja e cilësisë së kontrollit për sa i përket transaksioneve në nivelin e biznesit, mes biznesit dhe konsumatorit dhe biznesit me biznesin, dhe rritja e ndërgjegjësimit fiskal. Jemi në kushtet kur mund të ndajmë me ata që na kanë mbështetur dhe na kanë zgjedhur këtë moment të rëndësishëm, duke ju thënë se vota e tyre vlen dhe vlerësohet çdo ditë, në çdo hap, në çdo sektor, dhe ky i rritjes së të ardhurave është një shembull shumë kuptimplot.